Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Kjo prezencë në këtë periudhë është nga temperaturat e larta, është periudha e tyre, por ne i shikojmë edhe në qytetet, nuk i shikojmë vetëm zonat rurale. Nuk ka asgjë të pazakont në këtë mes. Çdo vit ka qenë e njëjta gjë. Ajo që ka ndryshuar është vëmendja kur ndrejt zvarranikëve, që sapo shihet një zvarranik, bëhet një video, hidhet në rrjetet sociale, në mënyrë që të bëj buj, të marrë like, të marrë vëmendje. Tani të bëhesh viral me gjarpër. Sepse gjërat që trembin krijojnë vëmendje. Kështu që unë mendoj kjo është e vetmja gjë e pazakontë që po ndodh këtë vit, por edhe vitin e fundit. Ajo gjëja tjetër serioze që po ndodh është që nuk është se po bëhen zvarranikët më shumë prezent në vendin tonë, po bëhemi ne më shumë prezent në habitatin e tyre. Për shembull, shumë interesante. Për shembull, çështjen e frikës nga zvarranikët e provokoi hapja e rrugës Shëngjin Velipoj vjetë, e cila kalon në një habitat shumë të pasur për sa i përket zvarranikëve. Pra rruga çau mes për mes habitatin e zvarranikëve. Tek ai aks rrugor janë parë në fakt. Po pikërisht sepse duke kaluar rrugën gjerë. Po aty në fakt është parë Bullari kryesisht, pasi ka një popullat shumë të kënaqshme të këtij lloji në malin e Rencit. Bullari nuk është fare gjarpër, është hyn në familjen e ardhucave, është ardhuc pa këmbë, është një lloj krejtësisht absolutisht i parazikshëm. Është një ardhuc. Okej, pra po ama ne e ngatrojmë me një gjarpër apo jo? Pra ne njerëzit e thjeshtë nuk është se jemi të Si selluar. flet një biolog dhe si jemi ne një gjarpër, prezenca e gjarpëri i madh, ndërkohë ju si profesionist sigurisht duket si gjarpër. Okej. Por ajo që është ndonjëherë më shqetësuese është dhe fakti që dhe vetë mediat, madje mediat kombëtare publikojnë informacione krejtësisht pa verifikuara, duke përhapur në një farë mënyrë paniku. Unë kam parë në televizione kombëtare duke nxjerrë një video të shkurtër të Bullarit, ja shikoni këtë gjarpër kaq të madh që është faqur në qytetin e Fierit apo nuk e di se ku ishte shfaqur, që realisht kjo nuk duhet ndodhi, është qesharake. Domethënë media ka kaq mundësi sa të verifikojë një informacion para se ta. Tani prandaj ne do ta bënim këtë bisedit në sotme edhe me ju, për të thënë ndoshta edhe informacione dhe për të identifikuar edhe rastet. Kemi të bëjmë me gjarprin që janë të rrezikshëm për jetën e qytetarëve, të njerëzve, pra sepse un pak më herët thash të paktën nga ajo që është referuar edhe nga raportimet e njerëzve që ka pasur prezencë të tyre edhe në qytete, jo vetëm në zonat ku ka le themi gjelbërim, ku janë zona rurale. Në qoftë se ka prezencë gjarprinjve në qytete, ky nuk është lajm i keq. Është lajm i mirë sepse secili lloj ka atë rolin e vet ekologjik dhe gjarprinjt janë konsumatorë të brejtësve dhe brejtësit vet janë vektorë të përhapjes smundjeve të ndryshme, pra nuk ka asgjë të keqe këtu. Tani sa masivitet miq të paktën rreth e përqark. Patjetër. Tani sa të rrezikshëm janë gjarprinjt. Në vendin tonë në fakt ka 20 lloje që ngjasojnë me gjarprinj. Prej tyre 17 lloje janë gjarprinj, 3 lloje janë ardhuca pa këmbë që ngjasohen me gjarprinj. Nga këto 17 lloje vetëm 6 lloje janë helmues, që janë 4 llojet e nepërkave dhe 2 lloje një biroja i familjes së birës, me një lloj përfaqësohet, dhe një i familjes së shigjetave që është gjarpër nate. Si identifikojnë? Pra, këta dy të fundit janë helmues të lehtë. Ka një veçori që dhëmbët e helmit i kanë në fund të nofullës dhe kafshimet e tyre me lëshimin e helmit janë në disporcion, pra mund të bëjnë shumë kafshime dhe të mos arrijnë të lëshojnë helm. Por edhe në rast se lëshojnë helmi i tyre nuk është absolutisht i rrezikshëm për njeriu. Pra i dy llojeve të fundit, pasi shkakton thjesht skuqje ose entje lokale, pra simptoma të zonës ku kafshohet në rast se helmi lëshohet në mënyrë suksesshme, sepse jo në çdo kafshim gjarprinjt arrin të lëshojnë helmin. Për sa i përket identifikimit ndoshta të tyre për të pasur. Mund të flasim dhe për atë, po dua që të flas për llojet helmuese meqense e nisa. Për sa i përket familjes së nepërkave, kemi 4 lloje të nepërkave, prej të cilave vetëm një lloj haset në zonat e banuara apo përreth zonave të banuara.
në përka me bri. Ky lloj është vërtet lloj shumë elmues, madje vdekje prurës. Natyrisht për individ të cilët kanë sëmundje bashkëshoqëruese ose individ të dobët fizikisht që nuk arrin ta marrin ndihmën mjekësore në kohën e dur. Por studimet shkencore tregojnë se rastet e vdekjes nga kafshimi në përkës me bri janë shumë të rralla. Shumë të rralla dhe pothuajse zero nëse merret ndihma mjekësore në kohën e dur. Megjithatë, ka një veçori që është tepër e rëndësishme për ta përmendur në rastin e nepërkës me bri. Nepërka me bri është lloj absolutisht paqësor. Është lloj që nuk sulmon asnjëherë.